Jetë merr urime titulli i kampionit, e dim që ke qenë pjesë tetë e angazhuar e stafit, çka do të thotë kjo për ju si staf para së gjithash edhe por çështje tjera që ndërlidh me mënyrën e organizimit të gjitha takimeve, këtë rrugtim gjatë. Në radhë parë faleminderit shumë, po është e vërtet kushdo qoftë që merret me një ekip drejt titullit kampion është absolutisht një rrugë shumë e vështirë. Ishim 4 vite pa titull edhe mezi e pritshim këtë vit. Ish një vit ku që prej fillimit skuadra tregoj pjekuri, tregoj që është një skuadër e destinuar për të qenë kampion. Tash normalisht pas kësaj feste na rrugën tonë do ta ndjekim në Evropë. Ambicjet tona janë drejt fazës grupeve edhe shpresojmë në sukses edhe në garat europiane. Kur flasim për pjesën tjetër, domethënë për prezantimin në arenën ndërkombëtare, është një barë që mbasi më së shumti do të bie mbi ju, sepse është pjesë që bie pikërisht në kompetencat tuaja. A jeni të mobilizuar, të përgatitur në këtë drejtim edhe me staf, edhe me organizim, edhe me gjithçka si lypet? E vërtet është që ndeshjet e Evropës kërkojnë një angazhim tjetër edhe një organizim komplet ndryshe për këto kompeticione. Një vështirësia jona është që ndeshjet nuk i zhvillojmë stadionet tona, i zhvillojmë në stadionin e Prishtinës maksaktësisht. Edhe kjo pak na krijon një vështirësi, po gjithsesi drita gjithë të vite ka bën një organizim shumë të mirë të ndeshjeve dhe besoj që edhe në të ardhmen edhe këtë vit normalisht do të kemi një përfaqësim shumë. Faleminderit për bisedën. Nëse nuk e keni përfunduar, po nëse keni çfarë. Jo, faleminderit shumë edhe për juve edhe për gjithë ndjekjen që i bëni edhe ekipit tonë në konferencat që organizojmë çdo javë, edhe për gjithë monitorimin gjatë gjithë këtyre javëve. Faleminderit. Urime, suksese.